Vetëm pak kilometra sa po të kalosh qytetin e Librazhit, kthehesh në të majt në urën e quajtur Ura e Minjerës. Duke u ngjitur për në fshatin Vulçan, është një rrugë e ëmbël ku të shoqëron pamje Mahnitse, një pesazh i bukur i kësaj zone. Si e Gjax? Jeta mirë. A u lodhe? Ja pak. Ha, mirë. Mirë, qa thot fshati? Fshati ultëra. Po mirë, pamja është e bukur për shembull, fshati përballë. Ja bukur ku bëhet jeshil, po i menos. Njerëzit janë të pakët. Po pse? Po s'ka, forcat e reja kanë ikë. Janë larguar. S'kan ku punoj. A do për çdo gjë. Investime zero. Teta tha që aty. Një këtë rrugë ka bërë e firma që punon në se shteti asë i gjojnë. Këtu zona merret kryesisht në bujqësi? Në bujqësi e gjithë kjo zonë. Kokreva dhe Vulçani. Në ato në Veçani, Gjyra, si qatë i radhën vetë. Njerëz punëtor. Vetëm me atë punë merr me na. Jeni njerëz punëtor se duken tokat e sistemuara. Toka sistemuar, po s'ka forca si shtaq. S'ka njerëzim, kemi met moshë të rret. Unë jam pesanist si punesat, që vetë duke më ato me torin atarës. Banorët e këtij fshati merren kryesisht me blegtori dhe bujqësi. Të rit janë larguar në emigrim. Vetëm pleqt kanë ngel, edhe disa qip. Jeta në fshat tash është pak e vështirë, po me punë arrihet fitohet diçka. Ne kam folur shumë për zotin Ganit Çepi. Sa mjeshtër është ky? Është mjeshtër e kaluar mjeshtrit. Është një punëtor që me duart e tija, domethënë krenohet gjithë fshati. Na ke nderuar si fshat Miles, me punimet që bën, edhe mirë se ardhët, me kënaqësinë do të shikojmë. Mirë se ardhët, të nderuar. Kjo është punishtja. Kjo është punishtja. Punishte artizanale, do thonë është një punishte e thjeshtë. Bën punime shumë artistike, vazo vere për verë, po. Bot vere. Kjo? Po da, jo, pra. Në vazhdim. Punime. Tavolin. Tavolin për të hodhjen e anvizet që bëjnë Peta. Peta, direkt. Lakror. I vjen ndim fshatit dhe për prefjen e këtyre veglave të punës. Mbulon edhe profesionin e Kovaçit. Po. Ganiu bën punime artizanale, bën mulligjiu. Mulligjiun edhe Kovaçin. Edhe Kovaçin. Po, patjetër. Po bujkun e bën. Bujkun patjetër se po patjetër, atë kemi është zanat i treguar fshatar. Kjo kapet këtu? Po, fryr e në zjarrin aty, edhe futen këto veglat. Artizanat. Sa më shumë, po aq më shumë ajër djerë. Shumë ajër djerë. Kam 45 vjetë. Qysh në moshën 13 vjeçare, unë kam filluar me punor drunën. Isha në shkollë, po gjatë këtyre shkollës kisha ngarkesë, me thënë të drejtën, po jam shumë i kënaq se u përballu me sukses. Kam bërë një bucel uje, duke parë të bërë nga stërgjyshit tanë, dhe me kënaqësi e vazhdoj edhe sot.
nga pasioni, nga dashuria për punën, aty mu t'i pas se maj men momentime kur bante ujë, me të bucelin edhe unë I shkoja mrapa. Unë nuk mund t'a qmoj veten, se sa jam edhe kush jam. Mu më qmojnë vetëm njerëzimi. Unë jam 63 vjetë, edhe e lon vazhdan aktiviteti emë. Jam I kënaqur shumë nga djali se e ka përvetsur edhe mund t'i them me plot gojen, t'i uroj atij sukses edhe të mëtejshme. Unë tani habitem si ka mundësi që në të gjitha trevat e Shqipërisë të Ganiqepi vijin. Kurse tani kam pas kërkesë në Greqi, për të shkuar, për të punuar ushtruar këtë aktivitet. Në Itali po, javën e fundit një men nga Prishtina, mi po nuk dua. Dua të punoj në vendin të. Ma pak, por Gurironi thonë fjallës, pesha në vend vetë. Shqipoja është e gjithë shqiptarëve. Kuqezi është gjakuj, dihet historia e shqiptarëve, e Shqipërisë, kështu që unë e mbaj ata me kënaqësi edhe shumë më parasitin për ta stamposur këto. Edhe këto makineri që kam bërë vetëm me dorën time, pa asnjë lloj nimese. Edhe më pëlqen të punoj pa u mërzitur me krah më shumë, me vegladore, këtë struku I dorës, edhe të gjitha me rasi që shihni jo. Kjo është e modifikuar vetë. Edhe si çfarë bën me të? Kjo bën të gjitha gardhën e atyre vozeve, lulen e zbukurimit në krye, edhe kryen shumë procese kjo. Në qoftë se nuk punon hekurin, apo shëritin që blej unë për vozat, nuk mund ta zish me rezultat. Kështu që unë punoj edhe hekurin, edhe drurin. Them në përmjet kamërës tuaj të gjithëve rinisë shqiptare, që sa të mundën I kthehi në atë dhe, se një punon drurin, një punon hekurin, një punon kashtën, tjetri punon baltën, jeton edhe Shqipëria zbukurohet. Kam filluar që në moshën 13-14 vjetë. Po kam filluar fillimisht me dhënien e bishtet të veglet punët. Për shembull si kasmës, belit, lopatës, me çiftelijat. Bani edhe çiftelijat? Po, edhe me çiftelijat. Ato I kam shumë pasion. Kemi prodhuar shumë artikuj. Pjata, druri, gota, filxhana, sipas kërkeset për arsiet që kanë bërë klientët. Jam po thësh se me plot bindjen jam 100% dashuror, sepse është e tërheqës, edhe të ardhura pak a shumë. Ju s'keni shkuar asnjëherë në emigracion? Jo, nuk kam shkuar asnjëherë në emigracion. Ky lloj mulli I bluan misër. Misër, grumër, edhe faragjere për blegtori. Edhe për blegtori, edhe për bukë, edhe për... Ku del mielli? Ja, Ky lloj mielli si quhet tani çfarë? ky është miell misre. Miell misri po Për bukë. Po për bukë. Për bukë, direkt. Po kemullogjia çfarë hyn? Kemullogjia hyn për boshtin kryesor të mullirit, që duhet vurë në pikën e drejtë ku duhet. Kjo. Kjo.
Mirë se ardhët. Mirë se vjetër. Ky është muzeu. Po, Është dhe konak dhe muze. jo lufshin kamët, mirë se ardhët. Ka paku i qiftelis. Kjo është pagure dëllënje për të mbajt rafi apo... Kjo e vogla? E vogla, kënë kalerin kështu, zbukurose, bucel. Kjo është shtamba me shqipoj. Shtam të druri. Shtamba, prej druri. Të druri. Është druri, është error, është rregullor. I brek druri, Brik druri. i brek druri për Mush mbajt. ujra? Po, me ujë. Me ujë. Edhe sahoni drurit shërben për me pritje, për zarzavatet, për Po kjo me dy koka çfarë është? me dy kjo Me dy krena. janë atë panoramë në Skënderbelt. Panoramës Skënderbejut. Kjo këtu hapet, hitet ujë këtu. Hidhet ujë dhe del në krah tjetër. Del këtej. Del këtej. Hapet të dy ata. Hapet të dijen tapat. Na kjo e gjata hitet ujë. Po, po. Dhe del Del- jeni meli. Që se lija. Edhe Shtam mund të druri. shpata prej druri, Po. prej Po, me kemi kodë. gjallë ato, Po. Kjo është shqiponja. shqipoja. Po. Pastaj këto çiftelit janë 3 tipesh. Kjo ka volumin më të madh edhe më të zonë më të trash. Ajo e ka më të hollë, si mas akordimit, po është të ndryshojnë volumin, ndryshon. Harta e Shqipërisë, qysh në moshën 13 vjeçare, unë kam ka për fizharmonikën, edhe lodrat, me thonë, një jetë shumë e bukur për mu. Kjo është që i bisaj. Pa, Ti luan me fizharmonik, po, me qifteli, me çifteli. edhe duke i punuar edhe vetë qifteli. Shikues të dashur, jemi me njeriun e më shumë se 5 zanateve në odën e tij, të cilën e ka kthyer në një muze të vogël, në sofrën që ai ha ushqimin e përditshëm, mban shqiponjen e shqiptarisë. Miru dëgjofshim në emisionin e radhës.